Në mbledhjen jashtëradhe të grupit parlamentar demokrat, Sali Berisha paralajmëroi një përgjigje të fortë nga ana e Partisë Demokratike për refuzimin që Partia Socialiste i bëri 2 kërkesave për ngritjen e komisioneve hetimor. Berisha tha se kryeministri Edi Rama e refuzon ngritjen e komisionit hetimor për çështjen McGonigal, pasi sipas tij i druhet fakteve dhe provave që mund të dalin përgjatë hetimit parlamentar. Edi Rama kundërshton auditin që nëse ka një mënyrë për të provuar se je duke vjedhur, është mos pranosh të auditohesh. Nëse ka një gjë, fakt, që provon se je hajdut, ku i thuj se s'do më kontrollosh? Si s'do kontrolloj? Sipas kreut të Partisë Demokratike, pavarësisht tentativës së majorancës për të mbuluar dhe fshehur atë që ndodhi më 11 maj, opozita nuk do të rresht asnjëherë derisa e gjithë bota të mësojë se zgjedhjet në Shqipëri sipas tij nuk ishin gjë tjetër veç se fars. Duhet ta di qytetar një gjë. Ne jemi zotur me 100 herë para tyre se do mbrojmë votën. Por mënyra e mbrojtjes votë nuk është me automatik. As me guerile. Mënyra e mbrojtjes votë është kjo që bëmë. Ne u përpoqem të ndjekim çdo votë sa mundem, si u respektuar, si u hodh, si ndodhi.